Edhe ju nuk keni dash në ditë për atë punë. As për ata që janë vrarë aty, e as për ata 200 tjerë që janë vrarë. Në përpëdrume. Edhe që shpret për meje mu përgjigj kur në atë ku jëmë konë në Burg Dubravës, prafërsisht njëjtë të ndhomë, njëjtë në krah. E kom pavilionin ku jëmë tash. Edhe dhoma është e njëjtë. Që atë ditë që kom hi, unë i kom kujtimet e njëjta. Veç për pres kur po vinë aeroplanet e NATO-s me bombardu se ku në Dubravë, për tash NATO kështu zvinë, vës nashën e një jashtë toksore, ali shka tjetër. E nuk di ju, a jeni ju në regull asimja. Me i bo këtë zhona edhe më ju dokë si e keni mija. Kur a ka kush që ju nalë juve, a ka nej forca, a ka nej diçka si ju drejton juve shka keni bo dhe i sëllë. Edhe prapë vazhdojnë edhe veç përgjigjë. Kujna më ju përgjigjë? Për shka mu përgjigjë? Ku është qëllimi? Për shka mu përgjigjë? Jo, ta thamune ato. S'ka nevoj, mu june me ta thonë ato, edhe ti edhe Zoti Emerson, ato pare që a i keni marë për mbrojtjet të tyne të akuzumve, me pas shku në vend ku duhet në Kosovë, nuk shi pas nevoj mu mbledh këto 20. Mi u banimu njerëzve që kanë met pa shpi, mi u banimu njerëzve që në met pa pjesë trupit edhe pa antartë familjes. Ato miliona që keni marë. Edhe nuk ki nevoj me më ndërprej mu se unë e di që ka flasë. E unë e di që jam i drejtë, unë e di që kom bo kërkuj kur gjanë. Për ata unë kërkova për gjykacit me në pyet gjykacit, se për mu ju mbrojtja këtu edhe këta kojën të barabartë, se sot je mbrojtje një se je prokuror. Edhe vish këshërni që është me fitu lanë të juve. A qka o bo atje, kush o vra, qysh o vra, pëse o vra, për juve, hiq nuk është më rëndësi. Për mu është më rëndësi. Qa kom bosim kini shti në burgë? Qa ju kom bo në juve? Zoti Kabashi, kjo ishte një pyetje e thjesht. Kush ishte përgjegjës për grupin e UÇK-s në atë kohë që ju ishit në Jabllanic? Pra, ju lutem, na tregoni kush ishte përgjegjës i grupit në atë kohë. Dhe ndofta mund të ketë qenë jo vetëm një person, mund të kenë qenë më shumë se një person. Apo më tregon ti mu pse më kini shti në burg, pse po shkojnë në porri aty me të burgosën që akuzohen për krime, pesha Mladisin, atë Karazisin të lujt tenis. E unë po shkoj porri njëjtin burg me ta. Edhe po pret me dëshmu për me diçka ose me dhonë naj, diçka unë me full, qysh bëdo me full ti? Unë e kom për cilë këtë tribunal këgja shumë, e këto pyetje këtë qojnë një vend, dhe më thonë, a mësë je ka do me ditë për burgun i Jabllanicës, për të kalzojmë një herë. Mësë që ma gatë. Thank you, Mr. Kabashi. Faleminderit, Zoti Kabashi. Na thoni pak për qëndë për burgun e Jabllanicës. Ku ishte i vendosur? S'ka pas burg në Jabllanicë, kur. Edhe betohen në për ato, s'ka pas burg në Jabllanicë. But it's your phrase. Po, ju thatë që ka qenë një qendër e burgimit aty në Jabllanic. Unë e thash mos po dënë me ditë për burgun e Jabllanicës, se që aty e ki qëllimin. Edhe 100 dëshmimi kini bo, e ke dhonë këto, ke dhonë ato, që i kini mledhë për 100 njerëzve, edhe hetusi që i kam mledhë dëshmit nuk ka ditë kuja ka dhonë kujna. Ju kanë përzi punë të juja, e unë nuk jo maj që mu imi ja drejtu. Ka pasur kazerma? Po. Where was the barracks located? Ku ishte vendosur kazerma? Jabllanic. Whereabouts in Jabllanic? Ku në Jabllanic? Ku ishin kazermat? Po e në kone 3-4, s'po di për cëllën për vetë. Prej tajtës e kalume, dhe i sot i kom bo një 20 në nëshkrime, për me të thonë drejtën se di që kom në nëshkrujës, më kështë në nëshkrujës ta, burg, në nëshkrujës ta, të kom në nëshkrujës. Që ashtë edhe shkitë ku më kanë pasmorë, në nëshkrujës e ke. Në nëshkrujës e, s'ka në ryshe, i madhe që të në me bo, u forti. Çfarë keni parasysh kur keni thënë këtë?
Kur keni shtruar fjalën anglisht detention center, qendër ndalimi, çfarë keni pas parasysh? Unë kur se kom shkru atë fjallë, as atë H, I never wrote there. That's not my handwriting. That's not your handwriting. No. Nuk e kam shënuar unë kur atë, nuk është shkrimi im ky. Whose handwriting is that? Atëherë ky nuk është shkrimi yt, atëherë shkrimi i kujt është? Probably one of your boys. Ndofta ndonjë nga djemve tuaj, punonjësve tuaj. Ka shumë senet pa vërteta që kë hetu sët kë hargjitësan dhu, për indije si hala beson lëp, nuk beson zët, hala. Let me just. A i ka bo këtë gjona. I ka përzi shumë dëshmi, edhe i ka bo shumë gabime gjatë hetësis, që ka kushtu edhe me jetë njerëzve. Were there people detained at the Jablanic? Ka pasur njerëz që kanë qenë të ndaluar në Jablanic, Were people detained there? kanë qenë në këtë vend në Jablanic. Ju lutem, a këta njerëz ishin aty, ishin të burgosur aty ku ishte edhe UÇK-ja? Unë s'kum pas i ka pas e ditë burgosun. Kush ka dash, ka hi ka dalë, se unë hëndë kaqët, që thuj një fjallë. Shumë kollaj e kom. Një roj e kom të dera e shtabit, mrena, ndërtes as ka pas dry, as ka pas dyrë, shumë do mas dyrë s'kan pas. Nuk e di që ka pas aty diçka të ndaliume me dhonë. What was your role there, Mr. Kabashi? Çfarë roli kishit ju atje, zoti Kabashi? Ushtar, edhe më duket jam i pakti që jam jetë për ushtarëve, se të tjerë jenë bo komandanta. Why did you go there and not anywhere else? Po pse ke shku atje dhe nuk ke shku diku tjetër? Kom shku më ju bashku ushtrisë. Yes, why did you go there? Po pse shkove atje, pikërisht atje dhe jo diku tjetër? Pse për aty t'i kom familjen. Më ka ngre ma shumë ai territorë se në territorë qera më shku. Aty e kem priorën për Zhebelit, që është një fshat ofra i Dolanicës. Do you know the village of Glojan, Catholic Glojan? E njihni fshatin e Glogjanit, Po, fshatin katolik të Glogjanit, ashtu siç e quajnë. You went to. po unë e diti, a e din? Nëse ka mundësi, unë e vesh një pyetje ty. Ti po më vetë mu, qa pas ka ndohë një Ablanicë. Sa vetë pas ko kanë vra aty spedi, po ko kanë vra 5, 6, 10, sa. Pse ti mu kur nuk më vetë ti, ose ata punëtor tu, se unë nuk u mora në pyetje kur për 200 vetë në Burg Dubravës që në vra mrena 3-4 dite, që në masakru. Kush është taj si ka dhonë dëshmi para tribunalit Hages për 200 vetë Burgut Dubravës? Kush është taj si ka dhonë dëshmi për 10 vetë që jënë vranë për drum? Unë jëmë konë prezent. Edhe jënë prej me thik mas jënë vra. Unë jëmë konim shefun Mika Zona tujt, bojlerave, për drumit. Për ato, unë s'pas në nevoj me dhonë dëshmi se ka dhonë dikush tjetër. E ata tjetë që ka jënë konë me mu, është djali mi stem, migja jem, edhe t'jep edhe tjetë me emna kush o konë. As një për ty në s'ka dëshmun këtë tribunal. Unë më ta thonë edhe një, këtu s'ka drejtësi. E ka hu besimin çdo njeri që ka bashkëpunu me juve për drejtësi në Kosovë, edhe në Bosnjë, 2 shtetet që janë dëmtu mas shumë tipi krimeve të luftës. E ju po mi pruni tash këtu, si pas kanë pavëro 3-4 vetë, edhe mi bo barabart. Jo pse unë e bimbroj ata për çka kanë bon. Se ai si e ka bon, le ta bën. Le ta mon. Po drejtësi këtë s'ka. Që mund burg edhe lem burg.